Kreu i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli ka kërkuar më shumë fonde për institucionin sportiv që ai drejton. Në fjalën e tij në Komisionin për Edukimin, ku është diskutuar projekt ligji për sportin, Fidel Ylli theksoi se ligji është i mirë, por duhet më shumë mbështetje për sportistët. Këto dy aktivitete të rëndësishme të futen në këtë projekt ligj. Unë e kuptoj që qeveria ose ministria sa më shumë medalje marrin, aq më të ngurtë janë se është çështje buxheti. Por ne mendojmë që ligji është shumë i mirë, është bërë një punë e jashtëzakonshme që sportistët tanë na kanë ikur zonja kryetare 37 medalje olimpike dhe botërore mbas viteve 91. Ne mendojmë që kjo është kaluar, pra gjithë sportistët nuk ikin më se kanë më shumë benefite të bëjnë për Shqipërinë se sa për shtetet të tjera, se nuk e shpjegoj dotun që një italiane si Lara Kulturi të lër Italinë për të galuar për Shqipërinë. Sepse ligji jonë është më i mirë, se merr shpërblime më shumë, se ka benefice më të mëdha. Prandaj unë, në rast se ne do të kemi mundësi që ju na e fusni dhe këto dy aktivitete të rëndësishme në këtë projekt ligj, do t'ju isha shumë mirënjohëse dhe do t'i bëni një ndihmë shumë të madhe sportit shqiptar, pasi lojrat islamike janë lojrat që vetëm të shikoni se çfarë rivaliteti dhe sa kampiona bote vijnë atje, janë për të dëshiruar, për t'i pasur. Ne kemi ftuar dhe Asamblenë e Solidaritetit Olimpik këtu në Tiranë, ka ngelur shumë të kënaqur dhe Komiteti Olimpik ka ideuar një qytet olimpik që do t'i shërbejë jo vetëm sportit, po dhe turizmit, po kërkojmë këtë financim, sepse ne nuk mund t'i drejtohemi qeverisë për të bërë investime kaq të mëdha, po të gjejmë mundësi partneriteti publik-privat që të bëhet një qendër që do t'i shërbejë gjithë rajonit dhe jo vetëm Shqipërisë. Kryetarja e Komisionit Ina Zhupa theksoi se Koksh është favorizuar sa u përket fondeve krahasuar me federatat e tjera. Për aq kohë sa një ndryshim ligjor i shërben sportistëve, do të ketë gjithmonë mbështetjen tonë. Për aq kohë sa një ndryshim ligjor i shërben njerëzve të caktuar për të marrë ca kompetenca më shumë apo për të marrë ca para më shumë në kurrizë të sportit, kjo nuk do të ketë mbështetjen tonë. Kështu që në disa gjëra që ju thatë, unë jam dakord sepse më mendoj se i shërbejnë sportit. Në lidhje me ligjin e sportit, ju e përmendët edhe vetë, ndoshta keni qenë më shumë të përfshirë se sa çdo federat tjetër, dhe unë kam parë dhe ja kam thënë dhe ministrisë, sepse kjo nuk është vërejtje për ju keni bë detyrën që keni kërkuar çfarë keni menduar ju që ju shërbejnë më shumë edhe si komitet edhe si Fidel, por ministria nuk mundet që të bënte një ligj i cili favorizon dhe i cili mban me hatër, po i quaj në gjuhën popullore, Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar, duke i dhënë më shumë të drejta, më shumë para, më shumë kompetenca, se sa ka aktualizë, se sa lejon karta olimpike dhe se sa janë modelet europiane. Zhupa tha se gjithmonë do i bëhet kërkesë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për të mbështetur sportistët kur është nevoja, por jo të shpërndahen fonde në disproporcion.